Prezenca e OSBE në Shqipëri është e shqetësuar se integriteti i zgjedhjeve mund të cënohet edhe përgjatë kësaj gare elektorale si në herët e shkuara, nga shitblerja e votës, përdorimi i burimeve shtetërore apo presioni ndaj qytetarëve. Në një tryezë të përbashkët mes OSBE-s, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Prokurorisë së Përgjithshme dhe Policisë së Shtetit, lidhur me krimin zgjedhor, ambasadori i OSBE, Michel Tarran, bëri thirrje për kujdes të shtuar. Sigurimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndjershme kërkon institucione të forta, llogaridhënie, transparencë dhe angazhim të palëkundur ndaj shtetit të së drejtës. Prokurorët, oficerët e policisë gjyqësore dhe përfaqësuesit e policisë së shtetit kanë detyrën thelbësore në të hetimit ndjekjes penale dhe luftës kundër krimit zgjedhor. Raportet përfunditare të auditit për zgjedhjet parlamentare të vitit 2021 dhe ato vendore të vitit 2023 vënë në dukje se krimi zgjedhor, në veçanti shitblerja e votës, keq përdorimi i burimeve të administratës dhe frikësimi i votuesve vazhdojnë të jenë çështje shqetësuese. Ndërsa prokurori i përgjithshëm Olsen Çela theksoi se pika kulmore për të mbështetur zgjedhjet e lira ishte protokolli i koordinimit që u arrit mes Prokurorisë së Përgjithshme, KQZ-s dhe SPAK, që do të mundsojë që raportimet për shkelje gjatë procesit zgjedhor të filtrohen cilësisht për të pasur një reagim në kohën e dur. I rëndësishëm sipas Çelës është edhe protokolli që mundson bashkëpunimin me policinë e shtetit. Këto dy marrëveshje që ti paraprin në fakt krimit të seksioneve të posaçme, sepse nuk mund të kuptohet funksionimi efikas i seksioneve të prokurorisë pa një mbështetje në terren nga shërbimet e policisë gjyqësore dhe pa një mbështetje thelbësisht cilësore nga forcat operacionale. Mundëson që raportimet mbi shkeljet gjatë procesit zgjedhor të filtrohen cilësisht në mënyrë që atëherë kur kemi të bëjmë me vepra penale, përcjellja e raportimeve tek prokurorit kompetente të jetë në kohën e dur. Fjalën në takim me mbajtje dhe zëvendës drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Sokol Bizhga, i cili tha se marrëveshja për bashkëpunimin lidhur me krimet zgjedhore do të jetë efektive deri në 25 maj, ndërsa pati një thirrje për partitë politike. Po ashtu ndjekim me shumë vëmendje edhe aktorët politik apo njerëz të tjerë që mbase duhet jenë më të kujdesshëm në respektimin e ligjit, sepse policia është duke bërë detyrën e vet. Kemi evidentuar ca pak raste, jo shumë të rënda, por jemi duke evidentuar. Prandaj është mirë që t'ia bëjmë të gjithë të lehtë njëri tjetrit. Ne nuk do të hezitojmë për të proceduar gjithkund, që shkel ligjin, por dhe aktorët politik të jenë më të kujdesshëm lidhur me mbështetësit e tyre në terren. Ky takim vjen vetëm një ditë para nisjes zyrtare të fushatës zgjedhore, e cila do të zgjasë një muaj.